buxhetin e Bashkisë së Vlorës dhe sfidoj cilin do që do të thotë të kundërtën që për vitin 2026 Bashkia e Vlorës si nga fondet e veta, si nga fondet e deleguara, pra nga transferta specifike që janë për funksionet e emergjencave civile, për vaditjen dhe kullimin, për mbrojtjen nga zjarri, për rrugët, për rrugët rurale, nuk ka asnjë fond të parashikuar për investim. Dhe investimi është ai mjeti me anë të cilit ti shpenzon diçka sot për të vjel frutet nesër, pra për të parandaluar gjendje të këtilla dhe fatkeqësi të këtilla. Patjetër. Por për të ditur çfarë ka ndërmend ai, unë mund t'ju sjell shembullin e përmbytjes që ndodhi në Vlorë në 4 tetor të vitit 2024, ku u bën disa dëmshpërblime të vogla me përzgjedhje dhe kryesisht u përzgjodhen anëtarët dhe simpatizantët e Partisë Socialiste, të cilët natyrisht patën dhe ata dëmtime në shtëpitë e tyre, por askush tjetër nuk u dëmshpërblye vetëm për faktin sepse nuk simpatizon Partinë Socialiste. Me që jemi të kjo përmbytja e Vlorës, e qytetit Vlorës, besoj gjithë ju kujtohen ato pamje shumë të çuditshme të papritura të Vlorës ku uji rrithte me forcë nëpër rrugët e lagjeve të sipërme dhe përmbyti çdo gjë poshtë pastaj. Se atëherë u tha që ishte një shish shumë i madh. Po dhe këtë herë u tha që ishte një shish shumë i madh, por këtë herë qyteti Vlorës nuk u përmbyt nga ky shiu tjetër shumë i madh. Çfarë ka ndryshuar? Ka ndryshuar diçka në infrastrukturë, për janë bërë punime që duhet ishin bërë edhe atëherë për shembull. Çfarë ndodhi këtë herë që Vlora nuk u përmbyt nga këto shiret e tjera? Unë personalisht nuk di asgjë të ka ndryshuar, por për fat të mirë, dhe këtu ka qenë punë e Perëndisë, si ti themi, rreshjet e qytetit të Vlorës kanë qenë të shumta, por kanë qenë të shpërndara në një hark kohor më të madh, pra kanë rënë me një intensitet të ulët. Dhe kjo për fatin e mirë të banorëve, sepse po të vare gjë nga bashkia dhe nga qeveria, kjo situatë do përsëritej vit për vit edhe madje më shumë se një në vit. Këtu në fakt nga bashkia është bërë një devijim fondesh nga ndërtimi një shkolle që ishte me një vlerë rreth 4 miliard lekë të vjetra, rreth 4 milion euro, gjasmet për të bërë investimet në kanalet kryesore përgjatë rrugës transballkanike. Por deri tani ne nuk kemi parë asgjë. Pra akoma thoni ju nuk janë kanalet ashtu siç duhet. Jo, absolutisht. Këtë thash, siç thash për ato fondet dhe për investimet, sfidoj cilin do që të thotë kundërtën, sepse ne jetojmë në Vlorë dhe shohim gjendjen reale të investimeve në qytetin e Vlorës dhe veçanërisht për kullimin. Kjo është situata për fat të keq, siç ju e thatë në hapje të bisedës sonë, përsëritet ai cikli nga mungesa e ujit në ujin me tepri, por në fakt për te humorit kjo është një fatkeqësi shumë e rëndë dhe sidomos për ata banorë të cilët e vuajnë në vetë të parë me familjet e tyre dhe me atë, po themi, pak ekonomi